I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet. E vlerësoj këtë interpelancë sepse na jep mundësinë të flasim për një nga fushat më të ndjeshme të sistemit shëndetësor, kryesisht onkologjinë. Dua të them që në fillim nuk do të përdor retorik politike dhe as do të shmang përgjegjësinë, sepse kur flasim për kancerin, nuk flasim për statistika, flasim për njerëz, për familje, për kohë që shpesh është jetike. Por, po aq e rëndësishme është që diskutimi të jetë i bazuar në fakte, të dhëna, por dhe në drejtim të zgjidhjeve, jo vetëm në perceptime e apo në rastin më të keq, disinformim të plot. Sot dua ta strukturoj këtë përgjigje në 3 pyetje të thjeshta: ku ishim, ku jemi dhe ku do shkojmë. Për shumë vite, shërbimi onkologjik në Shqipëri ishte i përqendruar pothuajse tërësisht në një strukturë të vetme, që krijonte një zinxhir problemesh që i njihni të gjithë. Pacientë që udhtonin nga gjithë Shqipëria drejt Tiranës, mbi ngarkesë për mjekët dhe infrastrukturën, vonesa në diagnostikimin dhe trajtimin dhe mbi të gjitha një ndjenjë pasigurie për pacientin. Problemi nuk ishte vetëm mungesa e burimeve, por mënyra si ishte organizuar e menaxhuar sistemi. Sot kemi një realitet tjetër. Shërbimi onkologjik është i organizuar në një strukturë shumë nivelshe, me një objektiv të qartë, ta çojmë shërbimin më pranë pacientit dhe ta bëjmë atë më të standardizuar në të gjithë vendin. Në nivel terciar, shërbimi onkologjik ofrohet kryesisht pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza për të gjitha diagnozat, qendrës spitalore rajonale Tiranë Shef Qendroqi për kancerin e mushkërisë. Së fundmi, në kuadër të autonomisë menaxheriale po funksionon njësia e kimoterapisë pranë Spitalit Universitar Obstetrik Ginekologjik Mbretëresha Gjeraldin për një numër diagnozash ginekologjike. Si ministre në pozicion dhe mjeke në profesion, dua të jem plotësisht transparente në argumentat e mia. Më konkretisht, organizimi i shërbimit onkologjik bazohet në ekipe multidisciplinare, ku çdo pacient vlerësohet dhe trajtohet nga kirurg onkolog, kimioterapeut, radioterapist, onkoginekolog dhe specialist të imazhërisë dhe anatomisë patologjike. Ky është një standard modern që garanton vendimarrje të koordinuar dhe cilësi më të lartë trajtimi me pacientin në qendër. Gjatë këtij viti, 35 stafë mjekësore janë shtuar për forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve. Vetëm gjatë vitit 2025, në Spitalin Ditor Onkologjik pranë QSUT-s janë trajtuar mbi 21.000 pacient, shifër e cila është të paktën e krahasueshme me shumë qendra prestigjioze europiane. Çdo ditë marrin shërbimin e kimioterapisë rreth 90 pacient, ndërsa në radioterapi 140 pacient e në orë të voltazh 25 pacient. Sa i përket kohës së pritjes, biopsit dhe përgjigjet histopatologjike realizohen zakonisht brenda 2 deri në 3 javësh. Kjo më e shkurtër se në shumë institucione mjekësore europiane. Ndërhyrje kirurgjikale kryen në intervale të ngjashme, konsultat dhe fillimi i kimioterapisë apo radioterapisë shpesh realizohen brenda javës. Këto janë intervale të kontrolluara dhe në përputhje me standardet e menaxhimit klinik europian. Por, pikërisht kjo ngarkesë e lartë është arsyeja pse kemi ndërmarrë reformën e decentralizimit të shërbimit. Sot funksionojnë 8 njësi kimioterapie në 8 spitale rajonale të vendit. Më konkretisht, Shkodër, Lezhë, Durrës, Elbasan, Fier, Berat, Korçë e Vlorë. Së shpejti do të hapet edhe punkti i ri i kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit, duke çuar kështu në 9 numrin e rajoneve ku sot ofrohet kimioterapia në shkallë vendi. Këto nuk janë thjesht ambiente fizike, por janë shërbime të strukturuara, me staf të dedikuar, me kapacitete reale trajtimi. Po marrim masat që të gjitha këto njësi të kimioterapisë së afërmi të kompletohen me kap.
Të nderuar deputet, ne po ndërtojmë një model të ri, një model ku pacienti nuk duhet të endet në sistem, por sistemi organizohet rreth pacientit. Gjatë këtyre 7 muajve kemi punuar në disa drejtime. Po shkojmë drejt ngritjes së Institutit Kombëtar të Tumoreve dhe rrjetit kombëtar onkologjik, të ngjashme me modelet më të mira europiane. Instituti do të ofrojë shërbimin spitalor onkologjik, zhvillimin e kërkimit shkencor, po gjithashtu ushtrimin e funksionit universitar në fushën e onkologjisë. Së pari, instituti do të shërbejë si qendër kombëtare reference për onkologjinë, duke qenë përgjegjës kështu për zhvillimin dhe përditësimin e standardeve profesionale, udhëzimeve klinike dhe praktikave më të mira në trajtimin e sëmundjeve tumorale. Së dyti, instituti do të funksionojë si institut universitar dhe kërkimor shkencor në fushën e onkologjisë, në bashkëpunim të ngushtë me Universitetin e Mjekësisë, si dhe institucione të tjera të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor brenda dhe jashtë vendit. Së fundmi, instituti do të luajë një rol kyç si qendër koordinuese e rrjetit kombëtar të shërbimit onkologjik, duke siguruar bashkëpunimin funksional ndërmjet tij dhe strukturave onkologjike në spitalet rajonale dhe vendore. Ndërkohë, rrjeti kombëtar i sëmundjeve tumorale do të përfaqësojë tërësinë e strukturave shëndetësore publike dhe universitare, të cilat ofrojnë shërbime për parandalim, diagnostikim, trajtim, ndjekjen e sëmundjeve tumorale si dhe kujdesin paliativ, si në nivel qendror, po ashtu dhe në nivel rajonal. Ky rrjet do të mundsojë standardizim të trajtimit, unifikim të protokolleve, shkëmbim informacioni dhe ekspertize, ulje të nevojës për udhëtime drejt Tiranës. Për hartimin e kësaj strategjie, kemi përgatitur një analizë të thelluar mbi shpërndarjen e sëmundshmërisë sipas rajoneve, kapacitetet në nivel terciar dhe rajonal, si dhe nevojat për investime në infrastrukturë, pajisje dhe barna. Ngritja e nivelit të shërbimit, standardizimi i tij edhe në nivel rajonal. Kemi bashkëpunuar shumë ngushtë me Institutin Kombëtar të Tumoreve në Milano për të unifikuar skemën e trajtimit të sëmundjeve tumorale. Është bërë një punë intensive me të gjitha shërbimet e QSUT-s. Me ekipin e mjekëve të Institutit Tumoreve në Milano janë miratuar në bordin e tumoreve të QSUT-s 38 protokolle për trajtimin e tumoreve solide dhe hematologjike. Dua të theksoj se këto protokolle janë të harmonizuara plotësisht me praktikat më të mira ndërkombëtare në mënyrën që pacientët të marrin trajtim efektiv dhe bashkëkohor. Këtu gjej rastin të falenderoj mjekët tanë të diasporës që kanë dhënë kontributin e tyre të vyer në hartimin e këtyre protokolleve. Kontributi i tyre është i mirëpritur në çdo hap të reformës onkologjike dhe jo vetëm. Po forcojmë bashkëpunimin ndërkombëtar për të sjellë standarde dhe njohuri të reja në vend dhe mbi të gjitha, po ndërtojmë një strategji të re për tumoret për vitet 2026-2030. Kjo për të udhëhequr dhe koordinuar në mënyrë të integruar politikat në fushën e onkologjisë. Qëllimi është përmirësimi i parandalimit, diagnostikimit të hershëm, trajtimit cilësor dhe rritjen e mbijetesës së pacientëve në të gjithë vendin. Kemi rritur buxhetin për barnat onkologjike, sidomos ato citostatike. Buxheti dedikuar për barnat për vitin 2026 është 19.5 miliard lek, nga të cilat vetëm për barnat onkologjike kemi një rritje prej 1.5 miliard lek. Kjo rritje mundson zgjerimin e mbulimit dhe garantimin e furnizimit të qëndrueshëm me barna. Lista e barnave onkologjike është zgjeruar ndjeshëm, ndërkohë buxheti dedikuar për barnat onkologjike pritet të rristet sërish me 1.5 miliard lek përmes aktit normativ. Një prioritet tjetër i punës sonë është dhe përmirësimi i infrastrukturës dhe fuqizimi i sistemit me pajisje mjekësore. Më lejoni të sjell disa shembuj. Kemi dyfishuar kapacitetet e kimioterapisë ditore në QSUT, po rikualifikohen 6 punkte të kimioterapive në spitalet rajonale dhe vitin ardhshëm do të fundojë rikualifikimi dhe për 6 njësi të tjera
me standarde bashkëkohore të unifikuara. Në radioterapi kemi instaluar akseleratorin e tretë, duke plotësuar shërbimin me 3 akselerator, ndërsa ka nisur puna edhe për akseleratorin e 4 në shërbimin e neurokirurgjisë në QSUT. Gjithashtu, po punojmë që ky shërbim të pastrohet së shpejti edhe me brakiterapin. Theksoj që ky investim total plotëson tërësisht nevojat kombëtare për radioterapin, konform standardeve europiane të trajtimit të pacientëve me radioterapi. Në lidhje me PET-CT-in, sikur se e kam sqaruar edhe gjatë fazës miratimit të buxhetit 2026, jemi duke punuar ngushtisht me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, jo vetëm për blerjen e pajisjes, por për krijimin e një shërbimi, për trajnimin e ekipeve mjekësore, sepse kjo kërkon shërbim të specializuar. Pranë shërbimit onkologjik është ngritur gjithashtu Breast Unit, një strukturë multidisciplinare që ofron shërbim të integruar për pacientët me kancer të gjirit sipas standardeve europiane. Qasja ndaj kancerit nuk mund të kufizohet vetëm te trajtimi. Parandalimi dhe depistimi i hershëm është hallka kryesore, pa të cilat çdo strategji mbetet e paplot. Gjatë këtij viti kemi punuar edhe në drejtim të depistimit dhe parandalimit të kancerit të qafës së mitrës, duke mundësuar futjen e vaksinës HPV-12 valente, e cila për herë të parë ushtri edhe të djemtë. Brenda vitit 2026 do përfshim edhe analizat e genotipizimit për të depistuar kancerin e qafës së mitrës. Risia e kësaj analize është se testimi i kampioneve do të realizohet me anë të një ekzaminimi të vetëm, ku detektojmë praninë e virusit HPV dhe njëkohësisht dhe grupin risk, duke fokusuar minimalisht te tipet risk 16 dhe 18. Pavarësisht bindjeve politike të gjithë secilit, rezultatet nuk maten me deklarata, por me tregues konkret. Sipas të dhënave të regjistrit kombëtar të kancerit për vitet 2015-2024, raporti vdekshmëri incidencë është ulur nga 67% në 48%. Mbijetesa mesatare është rritur nga 33% në 52%. Vdekshmëria nga kanceri për grup moshën 30 deri në 69 vjeç ka shënuar një ulje me 5.6%. Këto nuk janë shifra të izoluara, janë prova konkrete, janë fakte që sistemi po funksionon më mirë, më shumë diagnostikimi hershëm, trajtim më efektiv dhe një organizim më i qëndrueshëm i shërbimit. Të nderuar deputet, në lidhje me çështjet e tjera të ngritura në këtë interpelancë, dua të jem e drejtë për drejtë dhe plotësisht transparente e korrekte me çdo qytetar. Për sa i përket disponibilitetit të barnave, po punojmë intensivisht në disa drejtime. Sot, në QSUT nuk mungon asnjë bar. Asnjë bar. Sot, në QSUT nuk mungon asnjë bar. Rritja e buxhetit dedikuar për barnat, veçanërisht ato onkologjike, nuk është thjesht një tregues financiar, por një angazhim konkret për të zgjeruar mbulimin dhe për të garantuar një furnizim të qëndrueshëm dhe pa ndërprerje për pacientët që kanë nevojë etike për këto trajtime. Përmirësimi dhe unifikimi i protokolleve të trajtimeve onkologjike përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt standardizimit të kujdesit, duke mundësuar një planifikim më të mirë dhe një akses më të qartë, më të drejtë dhe më të barabartë të pacientëve në trajtimin me barna. Në mars të këtij viti, për herë të parë pas 12 vjetëve, është ndryshuar metodologjia e përcaktimit të çmimit të barnave. Kjo do të sjellë disa përmirësime thelbësore, si krijimi i kushteve për hyrje në vend të barnave të reja dhe ato inovative, që do të garantojë një furnizim më të qëndrueshëm dhe do të ulë riskun e mungesave. Pra, një treg më funksional dhe të qëndrueshëm farmaceutik. Në lidhje me çmimet e barnave, duhet të theksoj se nuk ka patur rritje të çmimit të barnave gjatë vitit 2026. Përkundërzi,
Në disa raste ka patur ulje të çmimit si rezultat një metodologjie të përmirësuar, e cila bazohet në standarde europiane dhe në zbatimin rigoroz të legjislacionit në fuqi. Forcimi i sistemit të furnizimit dhe menaxhimit të banave përmes përmirësimit të planifikimit, rritjes së transparencës dhe monitorimit të zinxhirit të shpërndarjes me qëllim shmangjen e mungesave dhe disponibilitetit në kohë. Këto masa të marra së bashku synojnë të rrisin aksesin, të përmirësojnë cilësinë e trajtimit dhe të garantojnë që çdo pacient të marrë terapinë e duhur në kohën e duhur dhe sipas standardeve më të mira. Një tjetër çështje e prekur nga deputetët parafolës ishte shërbimi laboratorik. Ky shërbim i ofruar përmjet partneritetit publik-privat ka sjellë një ndryshim të dukshëm në standardin e diagnostikës laboratorike, duke rritur ndjeshëm, cilësinë dhe gamën e analizave të disponueshme për qytetarët. Nga një paket relativisht e kufizuar, që ofrohej më parë me rreth 100 analiza në spitale universitare, po dhe më pak në ato rajonale, sot ofrohen 164 analiza, rreth 70% më shumë, në mënyrë të unifikuar në të gjitha spitalet pjesë e kontratës. Zgjerimi i gamës dhe standardizimi i shërbimit në 18 spitale publike përbën një hap të rëndësishëm drejt barazimit të aksesit dhe rritjes cilësisë së diagnostikës në nivel kombëtar. Për sa i përket planifikimit të volumit dhe buxhetit, ka qenë ndërtuar mbi bazën e të dhënave historike të përdorimit të shërbimeve dhe projeksioneve të kërkesës, siç është praktika standarde për kontrata të tilla. Megjithatë, është e kuptueshme që nevojat reale të popullatës janë dinamike dhe mund të tejkalojnë parashikimet fillestare në periudha të caktuara. Pikërisht për këtë arsye, sfida nuk lidhet me mungesën e shërbimit apo të gamës analizave, por me nevojën për përditësim dhe përshtatje të vazhdueshme të planifikimit financiar dhe volumetrik, në mënyrë që ai të reflektojë më mirë kërkesën reale në terren. Është e rëndësishme të sqarohet për të gjithë qytetarët se shërbimi nuk ndërpritet në asnjë moment. Kontrata parashikon një planifikim mujor të volumit dhe buxhetit të analizave për çdo spital, bazuar kjo në historikun dhe nevojat e parashikuara. Në momentin kur arrihet rreth 75% e këtij volumi, koncesionari njofton struktura drejtuese përkatëse si një mekanizëm monitorimi dhe menaxhimi të përdorimit të shërbimit. Në këtë fazë, shërbimi vijon normalisht, por prioriteti jepet analizave urgjente dhe atyre të domosdoshme për vendimarrje klinike. Kjo do të thotë se në raste të caktuara mund të shtyhen disa analiza rutinë, por në asnjë rast nuk cënohet ekzaminimi, diagnostikimi apo trajtimi i pacientit. Pra, çdo pacient që ka nevojë për analizë në funksion të diagnozës apo trajtimit e merr atë pa ndërprerje. Ky është një mekanizëm menaxhimi për të garantuar përdorim të kontrolluar dhe efikas të burimeve pa prekur shërbimin thelbësor. Në vijim, institucionet janë duke punuar për përmirësimin e planifikimit në mënyrë që ky balancim të jetë edhe më i harmonizuar me kërkesën reale në terren. Në të njëjtën kohë, po forcojmë mekanizmat e kontrollit në spitale për të siguruar një funksionim më të mirë të shërbimit. Të nderuar deputet, është e lehtë të thuhet që sistemi nuk funksionon. Është më e vështirë të ndërtosh një sistem që përmirësohet çdo ditë. Sot nuk jemi në një situatë perfekte dhe nuk e pretendojmë këtë, por jemi në një drejtim të qartë dhe kemi hedhur hapa konkret për të kaluar nga një sistem i përqendruar dhe i mbingarkuar drejt një rjeti kombëtar më të drejtë, më të aksesueshëm dhe më cilësor. Dhe në qendër të këtij transformimi nuk është institucioni, nuk është politika, por është pacienti. Ky është standardi që kemi vendosur dhe ky është angazhimi që do të vazhdojmë të mbajmë. Ju faleminderit. Zoti Hoti, në mbështetjet nderit 96